Në Prishtinë duke vazhduar gërmime në ndyshimin për praninë e mbetjeve mortore të personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Gjatë njoftimit janë gjetur eshtrat e të paktën 3 personave që dyshohet të jenë të zhdukurve gjatë luftës së fundit 1998-99 në Kosovë. Njësitë policore të drejtorisë për hetimin e krimeve të luftës në koordinim me Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe Komisionin Qeveritar për Persona të Zhdukur kanë realizuar urdhëresën e gjykatës themelore Prishtinë për gërmim në varresat e fshatit Hajvali. Me që rast kanë gjetur eshtra të njeriut që dyshohet të jenë të paktën 3 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë, thuhet në njoftim.